Në organizim të historianit Dardani Mini në Qendrën për Kulturë në Kërçov u shfaqe ekspozita fotografike Kumtjanari, kushtuar jetës dhe veprës së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut me rastin e 558 vjetorit të ndarjes së tij nga jeta. Ekspozita solli para publikut materiale fotografike dhe dokumentuese që pasqyrojnë figurën historike të Skënderbeut, duke rikujtuar rolin dhe rëndësinë e tij në historinë tonë kombëtare. Historiani Dardani Mini në fjalën e tij përshëndet se foli mbi përmbajtjen e kësaj ekspozite. Duke u nisur nga kronika veneciane e 13 shkurtit, që në kalendarin e sotshëm do të thotë 17 kalend, kronika veneciane e cila njofton se mbylli syt i madhërisht i Skënderbeu, sot kremtojnë përjetësinë e lavdisë së tij. Kam nderin dhe përgjegjësinë që përpara audiencës së nderuar të paraqes disa pika uji në detin e madh, kushtuar herojt nga gati të gjitha vendet evropiane. Paraqiten gravura, letra, portrete, kushtuar parkëtarit të identitetit të popullit shqiptar, e një herazi edhe krijuesit të shtetit mesjetar arbëror, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ndërsa historiani Ilmi Veliu e vlerësoi lart këtë ekspozitë me rastin e përvjetorit të përjetësimit të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kjo ekspozitë ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe për shkak se prezanton heroin ton kombëtar dhe ngjarjen që ka ndodhur në ditën kur ai ka ndruar jetë. Pra, heroi jon kombëtar ka lënë një histori jashtëzakonisht të madhe dhe është për ta uruar Dardanin që e ka organizuar këtë manifestim dhe të gjitha këto fotografi dhe dokumenta që e ka ekspozuar këtu kanë një rëndësi jashtëzakonisht të madhe historike dhe ne si kërçovar duhet të krenohemi për shkak se edhe Kërçova ka qenë pjesë e principatës së Kastriotëve.